Gjykata e Apelit të Posaçëm ka konfirmuar masën e sigurisë arrest në burg për shefin e policisë rrugore të Tiranës, Roven Zeka, i arrestuar në ndyshimet për korrupsion, ndërsa ka liruar nga qelia vartësin e tij, Sokol Novaku, i cili do të jetohet në masën e arrest shtëpie për të njëjtën akuzë. Lirimi i këtij të fundit erdhi pasi Novaku paraqiti kërkesa që kanë të bëjnë me rrethana shëndetësore dhe familjare. SPAK thotë se Roven Zeka, bashkë me vartësin Sokol Novaku, dyshohet se kanë marrë 2.000 euro rishfet për manipulimin e provave për një aksident rrugor të shkaktuar nga bashkëshortja e biznesmenit Ergyz Vrioni. Sipas dosjes hetimore dhe përgjimeve, duke qenë se oficeri Edison Tabaku e njihte biznesmenin Ergyz Vrioni, bashkëshortin e gruas që bëri aksident, i ka kërkuar një shumë monetare për ta mos arrestuar Vrionin, por sipas mbrojtjes, shefi i policisë rrugore ka pretenduar se nuk ka lidhje me korrupsionin në fjalë, ndërsa emri i tij është përmendur vetëm nga punonjësi i policisë rrugores Edison Tabaku. Prokuroria e Posaçme thotë se 1.000 euro i janë dhënë punonjësit Tabaku pranë banesës së tij, ndërsa vetë ky i fundit e ka takuar sërish Ergyz Vrionin në një lokal pranë komisariatit rrugores dhe i ka kërkuar edhe 1.000 euro të tjera shtesë, pasi thotë se ka persona mbi kokë, duke nënkuptuar e prorët e tij në policinë rrugore.